Le të qasëm një herë e mirë, kush punon në qendra estetike dhe së para nuk është punonjës e seksi. Ka shumë lajme që të gjithë jemi futur në një thes. Nuk është kështu. Jo çdo masazh përfundon me happy end. Dua ta qartësoj këtë, se 1 në 3 klientë burra më kërkojnë t'i prek, t'ju bëj masazh me gojë e lloj gjëra shpërderse. Edhe nëse nuk ma kërkojnë me fjalë, provokojnë me veprime. Sot ju të tregoj çfarë ndodh në masazhet e Tiranës. Nga një punose që prej vitësh punon në një nga SPA-t më të njohura këtu. Meqense se ju flisni shpesh për ne dhe na parajgjykoni, ja se si ju shohim ne juve. U bën gati 5 vite që punoj në qendra estetike e kam nisur si e jashtme me honorare sa të mbaroja shkollën, ndërsa tani jam full time. Unë merrem kryesisht me masazhe, aty jam më shumë e specializuar. Po ku kam ndonjë trajtim fytyre, skape dhe diçka tjetër, e bëj pa problem, se më ka mësuar puna të bëj edhe gjëra të tjera, përveç se masazheve. Të punosh në qendër estetike për shumë duket si punë e kollajt. Për ne është sfidë çdo ditë. Po për çdo rast do ju tregoj histori që më ka ndodhur, po më parë do ju jap disa arsye pse nuk është aq push me lula. Kemi të bëjmë me klientë nga më të ndryshmit, nga ata që qajnë hallet me minuta të tëra dhe më lejojnë t'ju them që na bëni me dhimbje koke, edhe pse dukemi si të interesuara ku ju dëgjojnë. Gratë ku bëhen gati për masazh na kërkojnë 100 herë falje për qimet në këmbë apo në pjesë të tjera. Zonja, ne nuk i shohim fare as simet, as strijet, as celuliti, ne na shqetëson vetëm higjiena. Se sa herë më është përzierë nga era e rëndë që vinin klientët. Është turp të flasësh për higjenë në 2025. Klientët që më vinë në qendër pas palesës të mbytur në djers, apo gratë që kërdi se sa kohë kanë pa u larë atje poshtë. Dhe ne duhet të bëjmë sikur çdo gjë është okej. Të mbajmë të vjellat që na ngjiten mbi stomak. Një tjetër gjë shumë e vështirë është qëndrimi në këmbë. E dini kollaj, po imagjinoni të rini për 10 orë rresht në këmbë, për shembull duke bërë masazh çdo një orë, me duar që nuk mbajnë më nga lodhja. Tombat e masazh janë shpesh herë shumë të vogla. Mungon ajri dhe nëse për klientët sa rrinë është okej, për ne është torturë, sepse rrim gjatë, klient pas klienti. Plus që kemi edhe një estetikë rigoroze, tonë duhet i kemi të prej dhe në rëndë që të mos sqerim klientët. Dhe para se të futim në dhomat e masazhit, futsim karamele me mente që të siguroni që nuk na vjen erë fryma. Dhe riaplikojmë shumë herë deodorantin. Puna me klientët shqiptar nuk është edhe aq e lehtë, sidomos me meshkujt, por edhe me çiftet. Ku vijnë burrë e gra fillon dhimbja kokës. Kush e di se me çfarë situatash do përballemi. E them këtë nga situata si keqe që na ka ndodhur, por jo të gjitha çiftet janë të tillë. Ka qenë një situatë shumë e sikletshme një herë. Zakonisht kur vin çift, jemi 2 vajza që merremi me to. Në dhoma që i kemi me 2 krevat të përshtatur për çifte. E thash në fillim që na zë dhimbja e kokës. Me çifte zakonisht ndodh që gruaja ose dashura bëhet xheloze për burrin kur njëra nga ne vazhdon punën me masazhin. Na hedhin ca shikime që shsofem, ose na këpusin edhe ndonjë mushk. Deri këtu ishim përballur me ta, por të na kërkoni orgjin kur. Dhe ky ishte rasti i një çifti që të thash. Ata ishin si të thuash klient të rregullt te klinika jonë. Kishin ardhur edhe vetëm, veç e veç, por edhe si çift disa herë. Ishin të çuditshëm. Se gjatë kohës që bëni masazh kur ishin bashkë, bëni biseda të tipit po të pëlqen, si po të duket dora sot, uç se ndose ndonjë çik, po edhe të komentet që na vinin në siklet të tipit po mbrëm, sa mirë ishe, sa mirë erdha. E shumë të tjerë që ishin me kode për të kuptoj që flisi për gjëra intime.
Po përsa kohë nuk na drejtoheshin neve ishin okej. Domethënë ishim në siklet që dëgjonin, shikonin, por me ne s'kishte punë. Ne vazhdonim masazhin. Derisa një ditë ndodhi hataja. Zakonisht ne kishim të ndaj klientët. Unë kur vinin çiftet me ja burrat, se kisha më shumë forcë në duar, derisa kolegja ime kalonte te gratë. Edhe ditë ata erdhën si zakonisht, u bën gati në krevat, ishin shtrirë dhe ne nisëm si zakonisht. Edhe kur gruaja tha, i ndërrojmë sot, burri e theu po. Atëherë na kërkuan të ndërroheshim, unë të kaloj te gruaja ndërsa kolegja te burri. Mendoj, okay, ndoshta duan të provojnë duar të reja. Vazhduam si zakonisht, kur një moment kolegja më pa në sy, si u kishe parë ndonjë fantazëm dhe më bëri me shenjë të shikoja burri që po i bënte masazh. Ati ishte ngritur, e kaluam me një të qeshur se nuk është hera e parë që na ndodh. Na ndodh shpesh, është gjë normale për ne. S'ka asgjë të keqe. Por ajo nuk ishte një situatë normale, edhe gruaja që kisha unë nisë të bënde ca lëvizje të çuditshme. Nisë të hapte këmbët, ngriti njërën dhe më kërkoi të kaloja duar në zona intime. Në mësjellje i thoya që nuk mund të kalonim në atë zonë. Nuk e kishin të programuar në protokoll. Ana s'po. Po mu në mes të shalve nuk bëje fjalë. Ato ngulte këmbë, madje me forcë më mori dorën dhe ma çoi atje poshtë. Mbeta. Ndërkohë edhe burri kishte nisur të beziste kolegen. Kishte hequr peshqien dhe i kërkonte që kolegja t'i prekte organin gjenital. Situata bë shumë e tmerrshme. Ata sikur nuk kishte ndodhur gjë, na kërkonin që t'y bashkoheshim, se ishin shumë të eksituar. Ne insistuam që kjo gjë nuk mund të ndodhte. Ju lutem që t'i vijonin masazhin, por me sa duket ata kishin plane të tjera. Gruaja ju qua nga krevati, ishte vetëm e mbartje, që ne i kishim standard në qendër, ju afroi burri dhe nisi t'i bënte seks oral, duke na parë në sy me idenë që t'i bashkoheshim. Burri nisi të rakonte dhe ishte me këmbgulës, madje na tha se do na paguante 10 fish, dolëm nga dhoma në moment. I lëm aty derisa erdhi menaxherja të u marr me ta. Që nga jo ditë aty ju ndalua ardhen e qendër. Nisëm me kërcënime se ishte të fuqishëm dhe do na mbyllnin qendrën. Por ne nga ana tjetër nuk ja lam mangët. Menaxheri tha që kishim pamjet dhe nëse ata bënin ndonjë gjë, do ja shpërndanin në rrjetet sociale. Nuk u bë më të gjallë. E hangën karemi. Ne nuk kemi kamera në domat e masazhe. Po duhet i shantazhojnë me diçka sepse kishin frikë mos ta bënin ndonjë denoncim me që kishin plasur lajmet për shërbime seksuale që në masazheve. Pse the që është normale të shikosh një burr të eksituar teksa bën masazh? Të ka ndodhur herë tjetër të kërkojnë seks? Një nga gjë më vështira nuk është kur meshkujt eksitohen. Po këtë unë jam okej. Është natyrale, ndodh, sidomos tek djemt të rinj. Ai që është shpifur se ata presin që t'ja prekësh me dorë, t'i bësh diçka seksuale. Eksitimi vëdohet si mesazh që hajde të bëj diçka që po të paguaj. Fakti që ata paguajnë për masazh nuk do të thotë që është një shërbim all inclusive. Është pyetje kur kërkojnë një happy ending. Këta klient nuk janë nervs dot. Pastaj ka nga ata djemë që vjen në ciklet, kërkojnë falje pse mund të eksitohen. Madje në pyetje shpesh si t'ja bëj të mos të eksitohen që mos ta vënë në ciklet asnjë. Njëri për tyre madje më tha që sa herë vin të bëj masazh dhe shikoj që po më ngrihet mendoj për të vdekur që të më ikë si ndjesi. Po atëherë, pse vjen në masazh tash? Ti u stresove më shumë kështu. Po është natyrale të ju shpjegoj edhe djemve kur më pyesin. Pjesë më atë të kohës unë, por jam e sigur as kolegë mia, as se më re se dikush më të eksituar.
Do shpesh se djemët, por nëse ata nuk e kthejnë situatën në favore seksuale, e marrë si kompliment, se kjo tregon që kanë arritur të bëjnë një masazh të mirë duke prekur çdo mushkull të trupit. Edhe në trajnimet që ne bëjmë, na thuhet shpesh që është reagim normal që bën trupi kur është në maksimumin e relaksit dhe kënaqësisë nga vendosja e muskujve. Asnjë nga ne nuk shqetësohet apo fiksohet nga kjo gjë. Vetëm në rast se klienti hapi syt e na shikon drejt në sy, o Zot, mos e bëni më, nëse shikoni vrasë që bën masazh drejt në sy, është e frikshme. Pastaj nuk është normale ku klientët nisin të bëjnë pyetje me lezet. Po ti bën masazh kudo, në çdo pjesë të trupit, për shembull. Dhe fiks aty ne e kuptojmë që po hymë në një fazë jo profesionale. Në përgjithësi klientët burra, përveç se atyre episodeve që ndodhin, janë klientë më të mirë se sa gratë. Sepse burrat janë më rehat, kanë këto kërkesa atyre që nuk është se ndodh për ditë, të kuptohemi. Por në fund të ditës gratë janë më të këqijat, bërkërkuesët, por edhe më të pista se sa burrat, sidomos në vende intime, ose më saktë afër vende intimeve, ka disa raste që vjen një erë e rëndë. As pak gazra, se edhe këto i përmenda pak më lart, ndodhin shpesh. Ndaj nëse keni gaza ku jeni duke bërë masazh, mos u ndjeni në faj, as më t'ju vit turp. Ne jemi mësuar, trupi reagon ndryshe ndaj masazheve, çdo trup ka reagime të ndryshme. Edhe një nga benefitet e masazheve është të ndihmojë trupin të lirojë stresin e aparatit tretës. Puna jonë është më shumë se sa përgjykimi që dëgjoj shpesh. Sigurisht që ka kolegët e mia që ofrojnë edhe shërbime ekstra. Edhe tek ne na ka ndodhur pa dinin tonë. Edhe kur kemi marrë vesh, ajo vajza është pushuar nga puna. Se çfarë ndodhte? Vini klient burra dhe kërkonin vetëm atë, ose vini në orare ku ishte ajo në turn. Na kishte rënë në sy që dita nga dhomët e masazhit pak e zhubrosur në fytyrë dhe akoma më shumë ndryshon pse ikte me vrap në banjë, ose ishte qesët e koshave që kishte në dhomë, që nuk kishte puna saj fare. Për natë e morë vesh një ditë që ajo nuk bënte vetëm masazh, ofronte edhe seks oral, ose edhe tamam, dhe merrte €100 ekstra masazhit. Kur e morën vesh e pushuan direkt dhe patën ca kohë që puna nga ra, se vini klient kërkonin kështu shërbimesh dhe shgënjeshin. Plus reputacioni pastaj. Po kaloj edhe çdo gjë do kthye në normalitet. Ndaj doja sot t'ju tregoj një tjetër anë tonë. Si u shohim ne, juve, para se të na paragjykoni, ose të na fusni në një festë të gjithave. Para se të gjykoni, jeni dhe shijoni një masazh. Masazhet janë praktikuar prej mijëra vitesh dhe janë pjesë shumë e rëndësishme e shëndetit në tërësi. Shpresoj që më shumë njerëz të respektojnë këtë profesionin tonë dhe të vlerësojnë një seancë masazhi si një seancë terapeutike për shëndetin e gjithëve.